Shikues nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Sonte në Jeta në Kosovë do ndeshni edhe një episod të emisionit Tema, urës televizive mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë javë do t'ju pyesim se çka po ndodh me eksodin kosovar. Ekipet tona hulumtuese e kanë përcjellur situatën në Kosovë, Serbi, Hungari e shtete tjera të BE-s. Kemi folur me qytetarë të Kosovës, të cilët kanë vendosur ta lëshojnë vendin e tyre, jemi ballafaqsuar me pjesëtarë të rrjeteve të trafikantëve, kemi folur me policinë e Kosovës, Serbisë e Hungarisë. Po ashtu kemi folur edhe me biznismen të cilët kanë qenë të detyruar që për shkak të politikave fiskale dhe tatimeve të larta t'i mbyllin fabrikat në Kosovë, t'i lënë papunshëm kosovar, t'i paketojnë ato fabrika, t'i çojnë nëpër shtete tjera të rajonit, sepse atje mund të punohet më mirë se sa në Kosovë. Ndoshta dikush mundet me thonë se java 7 vjetore të pavarësisë së shtetit të Kosovës nuk është koha më e mirë për me u marrë me tema të rënda si kjo. Por ky është emisioni Jeta në Kosovë dhe jemi të përkushtuar që juve shikues të nderuar t'u sjellim me realitetin e jetës në Kosovë. Ta ndjekim kolegun Fajkis Bahio. Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Tema. Sonte do të hyjmë një analize pak më të thellë lidhur me atë se pse njerëzit po ikin nga Kosova. E kemi përcjellur një familje 5 anëtarëshe duke lëshuar Kosovën. Kjo familje, nga fshati Llug, ishte detyruar ta bëjë këtë nga se i kishin mbetur pa punë. Arsyeja pse kishin mbetur pa punë është se pronari i fabrikës, e cila u ofronte punësim, kishte qenë i detyruar para një viti që ta mbyll prodhimin e vet në Kosovë. Pronari i kësaj fabrike kishte vendosur që biznesin e tij ta transferojë në Bullgari. Atje kishte punësuar rreth 100 bullgar, por këtu, në Kosovë, kishin mbetur pa punë rreth 100 kosovar. Ne e kemi intervistuar pronarin e kësaj fabrike dhe ai thotë se krejt kjo ka ndodhur për shkak të politikave fiskale që e tatimojnë rënd lëndën e parë dhe e kishin bërë të pamundur që ai të vazhdojë prodhimin në Kosovë. Pra, sonte do të shihni një ilustrim të zinxhirit prej asaj se si udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, që e kanë gojën plot apele, thirrje e lutje ndaj qytetarëve që të qëndrojnë në Kosovë, janë po ata që po i dëbojnë prodhuesit dhe investitorët, të cilët do t'i punësonin po këta njerëz dhe do t'u mundsonin një jetë dinjitoze këtu në Kosovë. Po e fillojmë rrëfimin në fshatin Llug të komunës së Podujevës. Këtë fshat e ka lëshuar deri sot rreth 10% e popullatës. Sonte do ta përcjellim familjen Konushevci, Isën, gruan e tij dhe 3 fëmijët e tyre. Kjo familje ka mbetur pa punë, prandaj po nisen për Gjermani, përmes Serbisë dhe Hungarisë. Ekipi jon i përbërë nga Kaltrina Rexhepi e Astrid Perani i ka përcjellur deri në kufirin e parë në Merdar. Kushtet e liga, papunësia, këto gjitha gjonat lidhen me një vend edhe kam vendosur në me marrë familjen, fëmin, me dalë me një rrugë që as vetë nuk e di ku nisna, po me preshnim qëllimi jam ku është ajo për një jetë më të mirë, papunësia këto sene po im punohen, edhe du me lonë vendin me dalë për këtujtë. Për momentin, unë jam veti 5 me grua dhe me 3 fëmijë. Në bazë televizori, qysh që nisat atjertë me autobusa deri në Beograd, ato anenaj me provu me qa do qoftë, qysh do qoftë nevoja edhe në për malë, në kom vendosë edhe jam i vendosën edhe në për malë me ecë me orë tëra, vetëm më largu për i këtojtë. Qëfar moshë janë fëmijët? A mund ata me përballu rrugën, me ecën për malë, si po thoni jo, me nejtë nështë pa ushqim? E vështirë është edhe për ne të rritë, nëse jo vetëm për fëmijët, fëmija është njërën fëmijë e kam 11 vjeçar, njërin 9, tjetrin e kam 7. Me të vërtet është e vështirë, mirë po, tu nalë të menu, ma mirë është me hjekë. 1, 2, 3, sa me hjekë të njetën. Të njetën, që ose jesëm të njetën, që shtu këtë për ditë e ma keqë po bojë. Asë nuk e dim për ku jenë, njësë kryesori është me ikë për këti venit, pa perspektivë, s'ka jetë, s'ka. 16 vetë jem të afërm që jem, që nisëm nesër në mrama. Pas një jave kam edhe vllaun veti 5 edhe ai niset. Arsyet e ikjes pse jem 16, pse plus 5 mas një javës, është arsyeja që qeveria nuk është të bo për këtë popull kushe. Këtu veç po shihet që qeveria nuk është ka bon për neve. Na jem të hjek. Veç lagjën Konushevci arrin diku numri 70 për afërsisht, se në çdo orë këtu po ndryshon. Për ditë, ka, mund me thonë edhe një numër më të madh,
se për ditë këtu pelshojnë venin. Po veç në lagjet tonë është dikon afër 70. Nuk pa ka marrë mendja që kam marrë një kohë mas 15 vite me lonë venin tonë është e dhimbshme për këtë ven. Mirë po t'imponohet kjo dhe po duhet me lonë venin edhe me ikë. A keni ju tokë, a keni diçka që mundi me punu edhe me mbjetu prej saj në Kosovë? Qa thuhet? Unë e kam pak tokë, nuk muj me met gjallë me qëta tokë që e kam. Nuk muj me përbalu me kushtet, nuk muj me përbalu me këta tokë që e kam. Unë e kam punu, jo mënu me gjetë vetën me punu privat ku kam ujtë. Një ditë po 3 ditë jo. Krejt kjo është ajo arsye pse ku po mbledh mua çka nuk kom të rjek me nejt në vend temin. No. Mostra minha não, vamos logo. Somos de... São las que vivem. Për Beograd për momentin, autobus Beogradit dojna me hyp. Pra, Isa po shkon se kam betur pa punë, por ta adresojmë edhe faktin se nga Kosova janë duke shkuar edhe njerëz që janë të punësuar. Flitet për ikjen e njerëzve që na pas kanë iPhone-a e rroga 500 euro e tutje. Hulumtimi jon me njerëz që nuk kanë pranuar të xhirohen tregon se është e vërtetë që Kosovën po e lëshojnë edhe njerëz që janë të punësuar. Dhe ja, çka na thot njëri prej tyre. Po nuk ka problemi, rruga u konë mirë. Po në fund më romë qatë ka jetë. Fakulteti kam dëvile. E kam elektron edhe arkitekturën. Specaktaj ku e qyshe tek, i kam të regjistru, arsyeja pse kam dërpreqin i ku, jem shku, ku po që javo, dikush pa mësu heq ka jo pare, e ka kalun, s'kom jo pare, s'kom pas mundësime jo pare edhe më ka rëzu. Perspektivë, përsa njerëzën që i kanë kry, ban që i kanë kryo 3 fakulteta rrën të shpia, për në ndërtimtari. Kum has vetë asi njerëz. Njerëzve si këti bashkëbiseduesi ton nuk i duhen rrogat e 500 eurove. Nëse krejt çka mund të bëjnë për fëmijët e tyre është me i ngi buk, pa i ofruar shkollim kualitativ, shëndetësi pa rishvet dhe punësim pa nepotizëm e rrështim partijak. Mungesa e perspektivës dhe shpresës në punë, kualitet dhe merita të veta e jo me të njofshme me vija partijake është perspektiva e asaj klase që po vendos ta lëshoj Kosovën. Por, ta kemi të qartë, njerëzit e kësaj klase, pra klasës së mesme, nuk janë shumicë. Ne e dim këtë sepse ekipi jon ka shkuar deri në kufi me Hungarinë dhe i ka parë këto familje. Kosovën po e lëshojnë ata që janë në zorin më të madh. Njerëz që kanë punë me pagë minimale sa me u ngi buk. Ngjajshëm si Sadik Bulliqi, që është pastrues i shkollës fillore në fshatin Lug. Ja çka na tha Sadiku. Unë jam njëri familjar, 10 antar familje, jam kom të shtëpia.
3 djelëm kanë shku atje, e me 7 antarë familje këto. Kanë pas për shumë pak, ato punë që i kanë pas në Kosovë, janë konë punë private. Sot kanë pas, sot një javë kanë pas. 10 ditë nashta se ka thirë kërkos më punu kur gjë. E janë konë në krizën ekonomike. Njeri familjar, u lyp ke puna, u lyp ke harqë, gjithë shkafi, mundësia mja plëtu e dëshirat nuk esh, im shelen 2 sytë edhe shkuën. Si shke qëshitore, të nashmimet i kijet në alta. Shumë e shtirë, shumë, për të na që të në fshatë, o shumë e shtirë në jetë. Pe i tukë, bujqësore, s'ka leverdi, as pak gjo s'ka leverdi. Gjatë ullumtimit tonë në këtë fshat, e kuptuam një gjë. Nëse vazhdon ky trend i migrimit, pa punë do të mbesin edhe shumë mësimdhënës. Është pak paradoksale, pasi që shumica kanë menduar se tash, kur shumë të papunë po elshojnë Kosovën, logjikisht do të ulej edhe papunësia. Por, në fakt, Nusret Ismaili, drejtori i shkollës, na tregon se në fshatin e tij të komunës së Podujevës pritet të ndodhë e kundërta. Në fillim të këtij viti shkollor kemi pasur gjithsej 393 nxënës dhe tash kur ne po flasim kanë emigruar jashtë shtetit 34 nxënës. Ky numër është shqetësues për shkollën tonë, nga se nëse vazhdon ky trend i imigrimit ilegal, neve do të na paksohet numri i nxënësve dhe si rezultat i paksimit të numrit të nxënësve mund të kemi edhe shurje të vendeve të punës, sepse shumë mësues mund të mbeten pa punë për shkak të formulës të buxhetit që e cakton qeveria e Kosovës për numrin e nxënësve. Ne jemi, nëse do të kemi nxënës, pa të dyshim që do të kemi edhe mësimdhënës shumë, por kur bie ky numër i nxënësve, sigurisht që do të bie edhe numri i mësimdhënësve. Asnaser Qunaku, kryetari i fshatit, nuk është më optimist. Po më merr malli ta shoh ndonjë të ri kur po dal në fshat, thot ai. Ta ndëgjojmë. Fshati Llugi ka dikun afërsisht 2000 banor. Mrena muj e kanë lshu dikun 200 banor fshatin ton që kanë dalë për një jetë më të mirë në shtetet e perëndimit. Arsyeja e daljes që apo ndëgjoj unë është kanë humb shpresat njerëzit në këtë vend me jetu. Shohin dita ditë s'ka perspektivë. Njerë kena menu Kosova u liru, hajtë të presim pavarësinë e Kosovës, pritën pavarësinë e Kosovës, pritën 2-3 vjetë, njerëzit perspektivë, s'ka kur gjë këty, shkaqet, krejt, janë qeverit e këti venit më parshme, që i kanë boktan edhe njerëzit s'kanë shpresë, a shkurt e Shqip që shtojmë një fjallë popullore, mos s'ka shpresë me jetu këtë. Të merri maj madh është që shkolla jonë, edhe nxënësit po ikun me fëmijë të vogël, me fëmijë 2-3 muajsh, po dalin, edhe dita dite s'kan të dëgjojsh, veç jo shkoj ky, tu pregadit veç qysh me dal prej këtujt. Mosha mesatare është 18 vjeç deri 27-30 vjeçare, që janë të dalë. Rinia është të merrit është të shku rinia. Fshati jonë merret shumica me bujqësi. Me bujqësi, me bashqe, me këto, mirë po edhe kushtet, njëri kur s'ka, edhe pare me investu, sene, plenat, farnat, gjitha janë shtrejt. Po qeveria tash po thotë që pi përkrah për Sa është e vërtet që kur farën e fshatem, të garantoj që qeveria kur gjë s'ka jap. Subvencionet për do grun i ka jap, tjetër kur gjë, s'është ajo ndihmë, qeveria me dasht me na ndihmu, na stimulon në farna, në plena, në derivate, naft, për shembull, unë e di pres kur vjet sezona me punu na bujqi tokën, naftin qofse është 1 euro, bëhet 1 euro 25 cent. Domthon ngritet, jo me ra. Unë veç kisha bo apel qeverisë, me lënë do sena krejtanash, edhe në problemi numër 1, shqetësimi numër 1 për mua është këta njerëz që pirshojnë Kosovën. Nesë na duhet Kosova kur që qemë fshat tem, mu së më duhet kur gjë fshati kur dalin. Unë e tash dalë që ty mu merë malli me pa një tri që ty. Po, një numër i madh i në fshatit ton, për fatmir kena pas një fabrikën e vajt këtë në fshat, deri para një kohë ka punu i në kanë dikun 170 punëtorë. Mesin e 170 punëtorëve dikun 80% i në kanë të fshatit ton. Mirë po dështimi ose falimentimi, a shka po ta dijon e fabrika ta shtu se s'punon edhe e kanë diku shumë. Edhe me qatë pagë që i kanë marë në qatë fabrike, kanë majtë familjen sen edhe sunin njerëzit që i po dujnë me dalë, edhe kje fabrika thu se mbyllë, që ku ta dijon e tash janë diku 20-30 punëtor, edhe ata ndërko me një orar të shkur, 3 orë, 4 orë punojnë, nuk jetohet me ato, që ata është kaku edhe
po dalin njerëz. Ne eram në kontakt me Suleman Konushevcin, pronarin e kësaj fabrike, nga se na u duk rast ideal t'ja shtrojmë një pyetje të thjeshtë. Nëse kjo fabrik i ka punësuar rreth 200 punëtor me rreth 200 familje në fshatrat për rreth për 13 vitet e fundit, me siguri se ka pasur ndihmë nga qeveria. Me siguri ka pasur subvencione e lehtësira me tatime dhe përkrahje për t'u siguruar që kjo fabrik do të vazhdoj punën. Por, ky prodhues vendor fatkeqësisht e tregon të kundërtën. Ne kemi mikon të punu, dikon mund të numrojnë në këtë rrethin, jem në fabrika numër 1 edhe kemi pas përmi 200 punëtor. Mund të thëmë që krejt kjo fshat këtu është punësuar në këtë fabrik. Edhe jemi konë qash knaqën që të hecë për para, të shkon mirë, po nuk kemë për krahit qeverisë. Dikun përmi 100 vetë jenë punëtor të fabrikës që kanë dalë. Jo të shambull krejt tash për njëherë që kanë qenë në punë, mirë po prej vitit kalum, përmi 100 vetë i di që kanë qenë në fabrikë që të punë. Ku kanë dalë? Kanë dalë jashtë Gjermani, Hungari, në Austrisë, ku kanë shkuan mandena veç, se di që për jashtë shteti kanë në miru. Nuk kanë, janë të gunë nejtë në për do kompe, kështu që ka vështërsti shumë më dha, shala gjojnë punë edhe nuk kthejnë, se do të kthejnë më të varfër se sa që kanë shku. Farmeri shkon e merë naftën, për me punu tukën, aje pagu €1, nëse këtë vit është pa karol nafta, mirë po vitin e kalum ka qenë €25. Sikur farmeri, sikur aj që vozit Mercedesin. Kerin luksus. Do të kur far stimulimi aj s'ka. E kjo është ajo që do të më bo. Ka punë më dha për me mi korrigju këta gabimet e veta që i kanë bërë. Kompania numëron ka pasën para, mund të thëmë para një vit i gjysë, dikon ofër 200 punëtorve. Vetëm që 3 partë kanë qenë dikon 63 punëtorë, ka funksionu në 3 ndrime. Mirë po këtu ka ndodhë ajo që politikat fiskale nuk janë favor zhvillimit ekonomik, po janë disfavor zhvillimit ekonomik. Ne për të importuar lullën e diellit do të me paguë edhe TVSH dhe dogan. Do të thotë 16.5 pagun TVSH edhe 10% pagun dogan. Do të thotë këtu i kemi hjek 63 punëtor, në ka dashur me punësu në Bullgari 63 punëtor. Do të thotë të dashur vëllezërit tonë me eliminua për hir politika fiskale, se s'u përballon asnjë prodhim, paguaj TVSH dhe dogan, kjo kërkon në botë nuk ekziston, po shtetin tonë. Nëse importojmë lulë diell drejt për që prej lulës diell nxirret vaj, paguajmë 27.5. Nëse importojmë për Bullgarisë, vetëm vaj i parafineruar që është nxirr prej asaj lulës diellit, paguajmë vetëm 16%. Këtu është ajo esenca cila neve na u ka imponuar me çun Bullgarisë, në Bullgari ka lulë diellit, edhe atje çat vaj e shtrydhëm e nxjerrëm prej asaj lulës diellit. Vend që ta importojmë, ta bijmë, ta përpunojmë Kosovë, tash po do të me përpunu në Bullgari, me nxjerr vajin i parafineruar e me ardh mu finalizuaj vaj. E aj vaj i parafineruar që i bijmë shembull tash prej Bullgarisë, ai paguhet vetë 16%. A sikur se ti kishim importuar lulë diellit, do të me pagu 27%. Ti për 10% në start je më i shtret se konkurenca apo se prodhimi final që vjen prej Serbie. Nuk mundi përballon tregut se konkurenca e madhe, jo vetëm ne, po asnjë prodhues kosovar. Kallëzëm që shnihesh ti si prodhues që i ki ofru 200 punë, 200 familje i ki dhonë bukë me hangër në qëtë katon, edhe mas ne e dosh me qitë për punë. Unë njëm shumë i shgenujem shambull, edhe shumë keshëm ka ardhë në ditë që kur së dëmë kujtojët ka qenë 5 apo 6 janar vitit kalum, kur e kom ngarku ma unë atë dhe i kom shu për Bullgari. Bënë e bindën, kom kajtë para me punëtorë. Se shumë kesh ka të edhe i punë. Se nuk ka laj me shu 63 vetë dhe të punës. Po te i ke shtim punë, me gjitha te i ke majtë një ko. Kështu që mendojmë që do të bëhet më mirë. Premtimet janë për kësaj qeverisë 3, që do të na stimulon deri me tani, se këtu nuk janë pasoja shambull veç në djeshit apo të par djeshit, po me vite janë këtu. Politikat fiskale, që është mund të thëmë që 15 vite nuk ka ndrime tyne. Kjo është turp mund të quaj për një qeveri tillë. Se të favorizësht i prodhimin sërbë, edhe të thuash prodhimit tënë, vendit tënë, stop, kjo është turp. Pse po thuaj që favorizohet prodhimi sërbë? Unë po të thëmë, prodhimi sërbë i njëjti produkti jyni, që prodhohen Serbi hen vetëm me 16%.
a nëse na dojmë me prodhuet qatë produkt Kosovë, na du të me pagu 27.5. A nëse qaj produkt prodhuet Kosovë, ne jo që mbushet bugjeti Kosovës me 16 apo me 27, po mbushet dikon 40-45% jetë qëtu, po qeveria për logarit atë mbushet bugjetit, vetëm sa po mbledh për pika doganore. Pikrisht në rastin tonë konkret. Shambull, nëse unë qitë produkt e prodhoj, e finalizoj në Kosovë, unë ku me ljon 40-45% ku me ljon Kosovës, se paguj të vëshë, paguj torna, që tu përmi 1 milion kanë morë, për nëna një viti kemi shpërndo vetëm vjetore paga që kanë morë vllazët edhe djemë tonë të motra tona. Plus 250.000 minimum ka qenë për çdo vit kemi pagu rrymë, ku janë tjera të harxhime shtesë. Këtu qeveria nëse nuk e bën shkallëzimin e të vëshës, sidomos në repromateriale, në lëndë parë, të klasifikohet lënda e parë me produktet finale, apo me produktet luksoze, ne nuk kena me mujtë me gjeneru vene të reja kur njëherë. Nëse sfavorizohen fabrikat, na nuk kemë një armerit. Po këta po thojnë që do të bëjmë, mirë po ato thashët thonat me vite po për cilën. Unë atë vitin prodhimit që kemi dërgu në Bullgari, nëse qeveria i ndryshon politikat fiskale, unë jo me në gjendje për mrena një muj diti me këthyja ato dhe me punësu ata djemë që kanë qenë të punur këto. Mirë, po këta nuk pulvizin, këta veç po premtojnë. Sa i ki pas rogat këto, Suleman? Roga minimale ka qenë 300 euro dhe 600 euro. Kam varë prej vendit punës. Punëdhënësi, pronari fabrikës, i sheh përgjegjëse institucionet e Kosovës. Të njëjtat ato institucione të cilat tash po i shohim duke i lutur njerëzit që mos me lëshu Kosovën. Jam jashtëzakonisht e shqetësuar për ikjen e qytetarëve tanë. Ne e dimi dhe jemi të vetëdijshëm që Kosova nuk është shteti të cilin ne kemi dëshiruar që ta kemi sot 15 vite pas përfundimit të luftës, por zgjidhja nuk është tek ikja e qytetarëve tanë, sepse ne nuk kemi qytetarë për të ikur dhe ne e dimi më së miri se qëfar është që të alëshojsh vendit dhe që të ikësh për vendit tonë. Kjo gjenerata jonë e cila ka këtë barën më të madhe që javën e ardhshme do të bëjmë 7 vite të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, që kemi barë procesin e shtetëndërtimit të shtetit tonë. Dhe këtë duhet ta bëjmë bashkërisht institucionet dhe qytetarët e vendit. Dhe unë sot kërkova në secilin takim që pata me qytetarët që i pash sot këtu në Vushtri, kërkova prej tyre që të apelojnë tek familjarët e tyre, tek dashamirës e tyre, të gjithë të afërmit e tyre që zgjidhja nuk është në ikje dhe ata nuk duhet ta lëshojnë Kosovën. Por, çka po thojnë migrantët? Çka thojnë njerëzit e thjesht për këtë thirrje të politikanëve që mos me lëshu Kosovën? Kjo është katastrofë. Nuk durohet. Punën më ka duft me long për me morë rrugën e migrimit mas 53 vjetë. Çfarë gjendje kjo? Ku na keni pru jo? Ku është vota jonë? Ku 10 venat punës ku më konkurru asnjë. Jenë hi prej orave kanë morë pa përvoj punë, unë e mjetë së rrugëve komunës të Vështres. Po lider ta janë kryesor që kanë bo këtë. Ai nuk ka arsye kërkuj, mi thonë kërkuj mos del. Se nëse i thu dikuj mos del, do të mi asiguru kafshatën e Bukës. Asnjë nuk ka shku që i ka pasurit madhe, edhe ju ka pasurinë e tepërt, po ai s'ka mori që s'ka pas ka janë gjetë. Kështu ajo është e lidert, ata le dalin e t'ju thojnë dhe le gjojnë arsye, se pikrisht e liderve kjo, se nuk është këtë krizë nuk e ka bo klasa ekonomike. Sa i përket punës kryeministrit, kryetarës e gjithëve këtyne që i bojnë thirrje, për mua nuk janë sakta, nuk janë të vërteta as të një. Këto me ato prapavijat e tyne, na kanë pru deri në këtë moment për me ikë me lëshu venin. Kurse ta shpeshohen që po dalin tonë, dalin me pretekst që gjëja se ka mu bo diçka mirë. Ky ven është kur s'ka mu bo mirë. Këtë ven qeveria ka pru deri në këtë moment, në këtë situatë kështu, edhe këtu e kënjena ka me bo dhe mazi. Nuk ka shansë mu bo me qëta qeveritarë, nuk ka shansë mu bo ma mirë, nuk ka shansë. Herën e fundit që kemi dëgju prej Isës është 5 shkurti, kur ekipi jon e përcolli deri në Subotic të një vendi quajtur Villa Lira. Isa Kunushevci na dërgoi një porosi që thot: na kanë zënë policia e Serbisë bashkë me 100 veta te ura afër Suboticës.
Pre asoj dite, ne kemi humbur kontaktin me të, për vllau i tij Gazmendi na tha që Isa ka mbrri në kamp të azilantëve në Hungari, pasi që ishte plaçkitur dhe maltretuar në rrugë. Pasi nuk mund të bisedonim drejt për drejt me Isën për këtë pjesën e dytë të rrugës, pra prej Suboticës deri në Hungari, ne ram në kontakt me Dritanin, të cilin e intervistuam nga Budapeshti. Bjemrin e tij nuk po e zbulojmë, pasi që ai këtë e ka kërkuar nga ne, nga se Dritani thotë se zbulimi i identitetit të tij të plot mund të pengojë në rrugën e tij për Gjermani. Në kufirin Mërdor, Mërdor, kemi tentu mi kalu kufirin unë edhe 3 shokët mi, na kanë kthy policia për 15 minuta, edhe pas 15 minuta kemi kalu me një marrëveshje me polic të i kërku ndihmë prej tina, na ka liru edhe kemi kalu kufin. Qatë shumë që u konë numri i biletave në pritje, u desh me prit edhe 6 ditë për me morë një bilet për Beograd. E pse ty s'tu ka prit 6 ditë, pse tu ka ngu Dritan? U konë ndashta frika se mës është, s'po di qysh më shprej mënyrën më të thjeshtë për më kuptu shumë më mirë, ndashta frika për mos mbylljen e kufirit ose diçka qështu edhe munda me met në qatë jetën çfarë e kom pas në Kosovë edhe me vazhdu qështu. Dritan, çka ke ndëgju për hapjen edhe mbylljen e kufive, kur po thu që ke pas frikë mos po mbyllen kufit? Kusht ka thonë që kufit kanë më mbyllë dhe kusht ka thonë që kufit jenë hap edhe munësh me shku dhe në Hungari? Kam, ndoshta me amna s'është më rëndësi, kam shok cilët punojnë edhe në qeverit Kosovës, edhe prej ty në kom marrë informacion se deri me 20 shkurt, ose mundet eventualisht deri me 22 shkurt, kufit jenë të hapur në qitë mënyrë, gradualisht para datës 20 shkurt ose 22 shkojnë të i shtrëngu pak kalimin në kufive, edhe me 20 shkurt mbyllën kufit edhe ata persona që i kanë kalu kufinin edhe kanë arrit me të i kalu të pakten Hungarinë edhe me dalë një shtet tjetër, Bashkimit Evropian, qoftë Austria, Gjermania ose cili do shtet tjetër, kam ju bo një zgjidhje se kjo është marrëveshje paraprakisht e arritne me BE-n edhe me shtetet evropiane. Ka dale, shokët e tu në qeveri na nuk pëdoj me ti ekspozu, po për neve është shumë e rëndësi për publikun Kosovë, këta shok në qeverit Kosovës ku punojnë saksisht, me naj ministrit saktume, ku e din këta për këto marrëveshje? Është pak, si të thamë, fshetësi nëse e tregoj ku punon, mundet mu, ata që mnjojnë mu, mundin me ditë personin për cilin unë po flasë, kështu që nuk isha shku në kriterë ose në venet punës ku punojnë. Atëra mundesh me më tregu a punojnë Ministrit punëve të jashtme, apo Ministrit punëve të brendshme, mas pak të Ministrit punëve të brendshme a punojnë? Punojnë në qeveri, mirë po kanë atë shumë lidhje në Ministrinë e punëve të jashtme dhe Ministrinë e punëve të brendshme, sa që në çdo ditë, mas orarit punës, të pakten takohet ose me dikan prej Ministrisë punëve të jashtme ose për dikan me Ministrinë e punëve të brendshme. Do më thoni ka lidhje çaq të forta, sa që më të them një aspekt që 100% jo, po 1.000.000% është e saktë çka ajo më ka thonë mua dhe i besoj shumë. Sa ka të vërteta në këtë që po thot Dritani, se Gjermania do t'i bëjë zgjidhje azilantëve të ardhur deri me 22 shkurt. Ne e pyetëm ambasadën gjermane dhe ata na e konfirmuan atë që Manfred Schmidt, kryetari i Zyrës Federale të Gjermanisë për Migrim dhe Refugjat, i ka thënë Deutsche Welles. Me dashur jetë më të mirë në Gjermani për shkak të kushteve ekonomike, nuk është arsye për t'i dhënë dikujt qëndrim në Gjermani. Pranimi i kërkesave të qytetarëve kosovar është praktikisht zero, ka thënë ai. Pra, Gjermania thotë se do t'i kthejë të gjithë ata që janë nëpër kampe. Shpresa e vetme e tyre mbetet fshehja dhe puna në të zezë. Por puna në të zezë do të jetë e vështirë dhe po aq e pasigurt si në Kosovë, sepse në çdo moment do të mund të kapen nga autoritetet gjermane. Por kjo nuk është e vërteta të cilën e beson Dritani. Ky e ka goditur kalimin e tij nga Serbia në Hungari përmes një shverceri nga Mitrovica, i cili më përpara ka bërë kontraband me mallra në veri të Kosovës, e sot bën kontraband me njerëz në veri të Serbisë. Ne kemi thirrë në telefon, kemi marrë vesh se në gjuhë serbe, qysh kemi mujt për derisa ka orë taksisti me Golf 4 Zhdzi, edhe na ka marrë, e kemi bo pazarin, jemi goditur në pazar sa deri në Subotic. Sa keni pagu deri në Subotic me taksi? Për 4 veta kemi pagu 250 euro. Deri në Subotic mi qu taksisti prej Merdores në Subotic? Po, kemi pagu 250 euro deri në fshatin Paleç të Suboticës, afër kufinit, deri ato. Shoferi punon në Kembimure, ku është, kur ta kalojmë kufinin, do më thonë, kur ta kalojmë pikën kontrollit policisë Kosovës, atë punon ai si Kembimure, ku bon ndryshimi parë, prej euro në denar, prej denar në euro, po ajo është punojës ato. Mirë po natën e shfrytëzon për
për çështje private dhe punon si taksis me kosovar. Mirë, mrive në Paleq. Çka ndodhi në Paleq? Kur kam rrinë në Paleq, kemi shku përpara në Villa Liria. Villa Liria. Mirë, Villa Liria, ku pronar ishte një shqiptar? Shqiptar. Në bazë të hulumtimit që e bën gazetarët tonë në regjistrën e bizneseve të Serbisë, e kuptuam që pronar i Villa Lira në Paleq të Serbisë prej qershorit 2014 është Sami Hakaj, shqiptar. Si duket, shqiptarët nga Kosova e kanë parë blerje në villave turistike në Paleq një mundësi të mirë dhe të re biznesore. Trafikantët shqiptar, të cilët e kanë shtrirë rrjetin e trafikimit me njerëz prej Kosovës përmes Serbisë në Hungari dhe shtete tjera evropiane, mbetet të hulumtohet nga policia. Personi me cilin na kemi kontaktu përmes telefoni, është një shqiptar i Mitrovicës, emrin s'po e përmeni, jemi taku me ta edhe kemi fillu negociata se qysh ai më na e kalu kufinin. Edhe so pore për secilin mja u dhon për më na e kalu ai kufinin. Edhe kemi marrë Dritan, veç pak, personi që është i Mitrovicës me cilin keni bisedu, a është gjenë në ato momente në Paleq, a është gjenë Mitrovicë? Janë në Paleq. Në me thonë, personi i Mitrovicës është i stacionum në Paleq edhe ai bisedon me njerëzit që janë Kosovë me i tregu se sa kushton krete ajo puna, po? Po. Kur kemi orë najnë më taku me atë personin, edhe ai personi ka qenë në Villa Lira, ju ka prit ky i Mitrovicës? Ka qenë ato mirë, për na kemi dal ka dal ai para hotel, para Villa Lires. Tash, a o konë prezentant ato, a nuk u konë, në Villa Lira nuk i di. Mirë, po ma vune kom kuptu se Villa Lira është bastion i trafikantëve njerëzve. Edhe kështu që edhe ai u konë ato, po ma mërmenja 100%. Për shkruma qka ke po saksisht, për njerëzit që kur s'kanë qenë aty, qka t'ka bo ty me mendu edhe me konkludu që Villa Lira në Paleq, që duket si vend turistik, është vend qerdhe e trafikantëve. Për shkruna qka ke po që t'ka shtime u konkludu në këtë? Me vetë faktin që ka pos shumë, në atë ku, shumë njerëz, edhe shumë fëmi, më ka bo me bind që me të vërtet aja është bastian i njerëzve që këshyri me shfridzu në këtë raste me përfitu prej banorëve të cilë pëlqejnë Kosovë. Personi Mitrovicës po e kuptoj që s'munsh me nga tregu emnin. Mirë po, a mund është diçka me nga tregu për prapavin e ti? A është njeri që ka pun? A është pa pun? A është i ri? A është i vjetër? I moshës 40 vjeçare, mundet me kanë 40-45, merret me tregtin Mitrovic, po menoj me prej veriut, pije, kështu bjen njëg e kështësanesh. Është i njërë për Mitrovic, është i njërë për kështësanesh, mirë po... Do me thënë tregtar, apo nështë edhe shfercer, jetu thonë? E shfercer, e që kjo është fjolla ma e dur për ta. Ndoshta edhe i djetë, po s'po e tha. E meritan edhe fjollën i djetë. Kadal, që shkiro në kontakt me te? Kusht ka qitë në kontakt me te? Një shëk jami që ka qenë prezent me mu, përmes njëfshmit e kemi morë numrin. Mirë përna kur se kemi njuft. Në fakt me prapavi e kemi njuft ju si emen, po kur e kemi taku, kemi njuft që është i Mitrovicës, edhe e kemi dit që është i Mitrovicës, edhe e kemi dit qka është pune ati në Mitrovicë. Kështu që kemi mendu që shumë thjesht kena mu mirë vesh me ta. Mirë po shumën që na e ka lypaj, edhe punën që ajtë të tëj kemi bon, u konë marra men se kështu që s'kem pranu me pagu as një cent. Jutën, Dritana, mund është me nga tregu, personi i Mitrovicës, shferceri që po e qujmë, sa pare ju ka lyp në Paleq për me ju kalu kufinin? Na i ka lyp 200 euro për person, do më onë 800 euro për 4 veta. Edhe qysh ju premtoj ke që ju qënde atje, me kama me kërë? Që jo të tregoj, me kom, edhe u konë shumë e thjesht, na ka tregu 10 minuta me të s'kom, mirë po aj na ka tregu, aj nuk të nëtoj keme kalu kufinin. Aj rriken të rritër të Sërbijes, edhe neve me prapavina të tregoj ke, me via i rurë në tregoj ke, ke shkoni drejt, i kaloni pishat e gjona, edhe mropa qikash përfundon, vazhdoni drejt edhe delin në Hungari. Qikash. E paret mi e ndonë për para, a? Paret mi allon, si të fillujnë në rrugën, mi allon paret. Mirë po na e pom që ajo nuk është asgjë. Thjesht është përfitim për ta dhe s'ja kemi dhonë as një cent. Edhe qysh ishte reagimi ti kur ju vendosët mos mi allon? Reagimi ti ishte se ai për derisa na nuk i kemi premtu pare dhe për derisa e ka kuptu ai që na pare s'kena mi dhonë,
edhe ka tentu me na tregu rrugën nga bim që na prap mu kthy, prap me hin territor të Serbisë, edhe me ron dur të serbëve. Këtë që po e thot Dritani, pra që trafikantët me qëllim i drejtojnë disa nga kosovarët emigrant në duar të policisë, është informat të cilën ekipi ton ja ka konfirmuar në Subotic edhe një emigrant tjetër, Fitimi nga fshati Broj. Fitimi na tha që pronari i villës Lira, disa migrant i dorëzonte policët e disa i qet në Hungari, në mënyrë që t'i mbajtë të gjithë të lumtur. Dhe çka i ndodh Dritanit në udhëtimin e tij? Derisa ka më thënë, na ka nol policia në hyrje të Suboticit dhe na ka kërkuar 100 euro për person për më na liru ose dokumentat tonë dërgohen në Kosovë në Eulex, edhe na kena me shku në Burg në Serbi për derisa ndërhyn shteti jonë me na tërhiq prej atë. Kur na i ka lyp 100 euro, unë s'kum pranu, se tjerë nuk i kanë leju me dol prej veture, edhe kemi fillu tash negociatat. Jo 100 euro, jo 50, për derisa e kena pru punën 40 euro për 4 veta mja dhon edhe mu liru. Edhe më tha, nuk i kisha marrë as këto mirë, po u prish ka ishi i kerrit i sigurisë edhe duhet mi paguna. Edhe çka vendosët ju me bu atëherë? Edhe e kemi thonë që s'ka parë, edhe ka vazhdu. Me kërcenimet e ti, se s'keni mi gjetë rrugën, s'keni mi gjetë kufinin, edhe kena kalu. Po më nej kena kalu. Kur kemi shku të guri kufinit, e kemi po gurën e kufinit, se guri kufinit më rop një pjesë shkru në me, edhe na kem një hori se është Maxar. Ishëm shumë një hori që është Maxar. Edhe gjishim që i Hungari si thuin Maxar. Edhe tjetra ishte SRB, ishte Serbi, edhe kështu që vazhdum, jo në drejtim ku ishëm, po në të kundërtën, edhe u kthym edhe morëm rrugën për në Hungari. Do me thonë, tani jemi në territorin në Hungarisë. Do me thonë, ju edhe pa pas kur farë guide, udhëheqës në të rrugës, e keni gjetë vetë rrugën për Hungari, apo dikush tjetër ju kallzoj që ka me shku? Jeta nuk është shumë e vështirë prej aty me gjetë rrugën për Hungari, sepse tash me rruga është nëse nuk është shtruar në asfalt ose në kucka, është e rrejnë prej njerëzve sa kanë kalu edhe tash rruga me sy mbyllur të shkon drejt, sepse u rrej rruga aq shumë prej njerëzve saqë u rregullu edhe mbetjet që i kanë lënë, rrobat që i kanë hiq, çantat që i kanë gjujt, mbeturinat e ushqimit, këtë ty dërgojnë rrugës drejt për Hungari. Kur kemi dalë në rrugë, në asfalt, kemi po atë shumë njerëz, sa që kemi mendu që është piknik ose ekskursion, jo iki, ashtu masiv. Kemi ndalë, kemi bisedu me ta, kemi full me ta, jenë konë gjithmonë të humbur njerëz pa rrugë, pa drejz, njerëz që e kanë marrë një drejtim edhe nuk e din çfarë drejtimi jenë të shku ose ku po shkojnë. Kum taku dëburgusën që jenë plaçkit. Prej kujt jenë plaçkit? Jenë pra plaçkit pej hungarezve, jenë plaçkit prej serbëve, pej policisë. Kemi ecë rrugës drejt, asfalt, ma mirë, po nuk kemi hi rrugë lokale mo jeta. E kemi ndjek vetëm vinë e bardhë. Edhe kemi ndjek tabelat cilat na kanë dërgu në hymjet Zegetit. 3 kilometra para se me hinë në hymjet Zegetit, jenë konë policia të stacionun të na prit neve. Jo neve si Dritan, ose si shokët e mi, po ku thamë neve, po i përfshi krejt emigrant kosovar. Emigrant kosovar, a mund është parafërsisht me dhonë një shifër sa tu kanë dukë që janë që aty? Për të njëjtën kohë sa i na arrestu, për të njëjtën kohë ora dykon 14:35 minuta, u kanë i na arrestu, po më duket ofer 115 veta. Jemi arrestu të mërkurën në ora 14:35, edhe kur na kanë arrestu, është me çka është para se marrë drejt arrestimi, gjatë 16 kilometra që kemi bërë rrugë, asfalt, vit bardh, 16 kilometra, ndoshta më shumë, 16 kilometra, ju kemi ndihmu familjeve cilët kanë pas fëmijë të vogël, i kemi mbajtur në qafë, në dur, qysh kemi mujt, i minol, kemi pushu në asfalt, në rrugë, ose në stacionat të autobusat. Mirë po, qka është ma më rëndësishme është që edhe policia hungarez kanë ardhur me kerët veta të vogla, edhe na kanë përshëndet, mirë po nuk na kanë ndalu për derisa kemi arrit në pikën ku ata janë konë stacionun, edhe i kanë pos autobus të tyne me cilët me na bardh me na qune për stacionet policisë. Kemi qëndru ato ofër 3 orë gjysë 4, ka ro burë dhe shi, kemi qëndru në burë dhe në shi ato. Për derisa janë ardhur me autobusat vogël, na kanë bardh ka 14 veta. Edhe kur kemi hinë stacion policisë, kemi pa burrin në stacionit policisë të vendosur shatora, po mendoj, tenda të ushtrisë Gjelbert, edhe barakat improvizune vetëm për azilanta.
tash po menoj ka fillu ai te rizi, po menoj për secilin çatu që u kanë, kur na kanë qenë në shatër, kemi nejt 1 orë, kemi nejt 1 orë në shatër, edhe kur kemi nejt 1 orë në shatër, na kanë marrë, na kanë qenë në qeli, po nuk piquj qeli, po piquj si them dhëm, ku rrin e u improvizune për qat të ushtrisë. Ndoshta mundesh mi paramendu me hekra edhe me armatura të pregadita në formë për qenë, edhe na kanë vendos në i vetë. Edhe sa nejtët në qato qeli? Qato në qeli kemi nejt, u kotë meri fëfa maj malë, kemi nejt 72 orë. 72 orë kemi nejt atë. Për afërsisht të ako motë, po menoj me hapa të mi, u konë 6 me 2 e gjys, 3 metra, 6 me 3, 3 metra u konë gjanë, edhe 6 metra u konë gjatë, kemi nejt maksimumi që i ka rejt numri nuk konë 80 veta, 90 veta. Edhe të njëjtën qeli ka pos edhe të Afganistanit, edhe të Siris, edhe prej gjitha. Kur jam arrestu unë jam kohën i arrestu një 13.454. Tash mundesh mi paramendu sa kanë kalu në qatë vend qatë. Mrena 24 orëve e kemi pos ushqimin vetëm njerë. Po e quj ushqim, se su konë ushqim, a ju konë një, që tem, një kifle, ose që ka të dështu, një risk shumë e vogël ushqim, që atë ka ardhë, i ka hudh 2 kese me asi ushqimi, veç i ka hudh, edhe atë ka ardhë rani me marra ju, për shkak që ndërgjegja ju në të ka vroqi, nëse një gru ose një thmi ose një imushun me të pahangër e të me hangër. Mas 72 orëve, ka ardhë kua kur unë jem thirë, mi jep shet e gishtridhja, emnin bi emnin, edhe më fotografu, edhe prej aty më bardh, me na dërgu një kamp, të improvizun me baraka, kushtet jenë konë të mira, po me nej tash ku kina mëri, mirë po qytë, për të zegeti nuk i na dalë, mirë po logja që shu thirë nuk e di, se s'kemi pos mundësi jeta me, se jemi shku me kert policis, po me nej me autobus policis i cili u koni blindun edhe pa dritare. Kur mrive, jemi të momenti kur ki ik prej Segedit, qysh përfundove në Budapest? Kemi ik prej Segedit, kemi pagu taksin 180 euro prej Segedit në Budapest. Edhe kemi orë para hotelit nga ka pru taksisti, edhe kemi përfundu në hotel. Tash, qka jetu bo në hotel, kënë jetu e prit? Tash jem të e prit dikan me orë prej Gjermanie, me na marë edhe me na dërgu në Gjermani. Dritan, qka jetu prit që ka me të prit ty edhe shokve tu në Gjermani? Po mendoj që ndoshta ajo çfarë më ka thonë shoku jam, po kthena prap në qeveri, është e vërtet edhe kështu që azilantat kam në pos drejt, edhe Gjermania kam i prit mirë azilantat edhe kam i dhot drejt, edhe me punu, edhe me shkollu, edhe me jetu në Gjermani. Presidentja e Kosovës, kryeministri, edhe ministri i punëve të jashtme tash kanë bo thirrje që kosovarët mos me lshu Kosovën se so aq keq edhe nuk o zgjidhje. Çka i kishe thonë ti atyne? Nëse isha konë djali tyne ose vllai tyne, me të vërtet nuk e kisha lshu Kosovën, po për derisa unë jam veç një fshis ose një gjëker, vetëm kur jam votat, atëherë mu s'm bind ajo fjala atyne. Çka është dashur me bodhe si janë Kosovë me të majt ty në Kosovë? Mja dhon 200 euro prej shteti, një punë 200 euro, po me konë punë shtetërore, jo private, edhe me qita unë nuk isha ikë. Të faktën unë Dritan, a jetu më thonë që me bo me pas të rogën edhe 200 euro në Kosovë, nuk e kishe lshu Kosovën? Jeta sot po thamë, tash po thamë qëtë moment. Kjo transmetohet në tajten. Unë po thamë publikisht, edhe nëse është nevoja për të thamë publikisht edhe prezentuar edhe me mbjame, o speshat arsishme, nëse 200 euro rrugë, po mendoj shtetërore, prej shteti paguna 200 euro në tash, që tash këthejna, edhe pse ku mbo shpenzimit, që tash këthejna në Kosovë. A i kira pishmonit që e ki kap që të rrugë të rrezikshme për me mri në Ungari? Unë nështa edhe nëse e kum ditë që qëtu vështërsi kanë më mprit rrugës, nështa prap e kësha marrë rrugën se nuk isha bind vetë, nuk isha bind. Mirë po që tash jemi bindun, se qka ndodhë në për rrugë, unë ndoshta i lëst kejt ata nëse ka met dikush në Kosovë, se se di, a ka dole edhe i funit, po nëse ka met dikush në Kosovë që i mësë me marrë rrugën, të pakten edhe nëse e merë me marrë si individ, ju si familje me thmi, ose me mutër, ose me Dritan, qysh, pse mos me marë, nëse ti vetë po thu që i ki marë, edhe për dikun 500 euro, ki mri në Evropë. Qysh po i thu tjerve, pse mos me marë? Jeta është shumë fështirë. Unë po thamë, nëse si individ,
Nëse si individ e merr rrugën, okej. Mirë, po nëse e merr si familjar ju se vështërsi që kanë me ndodhë në për rrugë, kanë me bon që në Hungari, kanë me të papare, edhe kanë me detyru me najtë në për kampe, me flajtë në për rrugë. Pra faktit janë këto. Autoritetet gjermane thonë se janë të vendosura mos me i dhonë azil apo qëndrim asnjë shqiptari që ka shkuar muajve të fundit nga Kosova. Azil nuk do të ketë as për ata që do të shkojnë prej tash e tutje. Opcionet për kosovarët që kanë ngecur në Gjermani janë ose të punojnë në të zezë, ose të jetojnë me ndihmë sociale të Gjermanisë, që është më siguri më e mirë se ndihma sociale e Kosovës, por prap është ndihmë social. Në anën tjetër, ja çka na tha Predrag Sharac, shef i njësitit për siguri kufitare në Serbi. Intervistën e kanë bërë kolegët tanë nga televizioni rajonal në gjuhën hungareze nga Subotica, RTV Panon. Da kažemo da je sada situacija zaista bezbedna i pod kontrolom, imajući u vidu da je granična policija, regionalni centar granične policije u Subotici pristigla ispomoć. Najpre su nam došle u ispomoć kolege iz drugih regionalnih centara u okviru Republike Srbije. Nakon njih su se priključili našem radu i policijski službenici žandarmerije koji su raspoređeni u okviru naših organizacionih jedinica. Nakon toga, pre 2 dana, pristigle su nam i kolege iz Nemačke, policijski službenici Savezne Republike Nemačke, njih ukupno 20 sa njihovim specijalizovanim terenskim vozilima i sa specijalizovanim vozilima koje su snabdevene sa termovizijskim kamerama. Pored toga, pristigla je jedna ekipa koja je specijalizovana za otkrivanje falsifikovanih dokumenata, koja je upućena na naše granične prelaze i zajedno sa našim policijskim službenicima na graničnim prelazima učestvuje u otkrivanju falsifikovanih dokumenata uz pomoć kojih lica pokušavaju da prelaze državnu granicu. Ako možemo tako da kažemo, sa malo masovnijim prilivom irregularnih migranata je počelo negde od početka meseca novembra. Od novembra, decembra i januara konstantan je bio porast dolaska tih ilegalnih migranata sa teritorija Kosova, a neki vrhunac je bio početkom meseca februara. Od početka meseca decembra pa zaključno sa ovih nekoliko dana u februaru ukupno sprečili više od 3250 irregularnih migranata, a gde je brojka od nekih blizu 2500 lica sa teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija, odnosno državljana Republike Srbije. Kada otkrijemo i sprečimo lica u pokušaju irregularnog prelaska državne granice sa teritorije Srbije na teritorije Mađarske, takva lica najpre privodimo u najbližu stanicu granične policije, odnosno sedište regionalnog centra, to jest u službene prostorije. Sa takvim licima obavljamo razgovorom, utvrđujemo njihov identitet, nakon toga utvrđujemo njihovu nameru irregularnog prelaska. Ukoliko utvrdimo njihovu nameru irregularnog prelaska, uz zahteve za podnošenje prekršajne prijave, takva lica se privode kod dežurnog sudije Osnovnog suda za prekršaje koji ih dalje procesuira. A koja je njihova kazna? Kazne su propisane Zakonom o zaštiti državne granice i kreću se u rasponu od 5 do 50.000 za fizička lica ili kaznom zatvora do 30 dana. U periodu od decembra, zaključno sa ovih nekoliko dana u februaru, policijski službenici regionalnog centra granične policije prema Mađarskoj podneli su blizu 70 krivičnih prijava protiv blizu 90 lica koji su izvršili krivično delo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi, odnosno to su lica koja su pokušala da krijumčare lica preko državne granice i na teritoriju Mađarske. Kad pričamo o strukturi tih krijumčara, većinom se radi o državljanima Republike Srbije. Dosta su uključeni i lica sa ove teritorije iz lokalnih mesta koja se nalaze neposredno uz državnu granicu. Jedan deo lica je iz unutrašnjosti dela teritorije Republike Srbije koji
omogućuju toj kategoriji lica tranzit preko teritorije Srbije i njihovo dovoženje do granice sa Mađarskom. Shikues të nderuar, organet e policisë së Serbisë kanë njoftuar se Villa Lira është mbyllur për shkak të dyshimeve për trafikim me njerëz. Kjo është krejt çka kishim për sonte, shikues të nderuar. Deri në emisionin e ardhshëm, bëheni të mirë me njëri tjetrin. Shikues të nderuar, nuk është lehtë që në 7 vjetorin e pavarësisë së shtetit tonë me raportu këso pamje. Ju kudo që jeni në Kosovë, Serbi, Hungari e shtete tjera të BE-s mund të raportoni në kallzo.com. Shpresojmë që 17 shkurtin e ardhshëm ta presim në një shtet funksional i cili siguron jetë dinjitoze për të gjithë ne. Deri të ardhmen e ardhshme, nga unë Muhamet Erlo, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.